të gjithë të fillojnë edhe të mendojnë për të marrë masa për të përfshirë në skemën e re të sigurimit të shtëpive nga fatkeqësitë natyrore, gjë që do ta sankcionojmë edhe në ligj. Kemi mbetur për një kohë gjatë, për i të vërtetës i vetmi vend në Europë që nuk e ka një ligj të tillë, dhe ka ardhur koha që t'i bashkohemi të gjitha vendeve, duke i dhënë mundësi të gjithëve që për një kontribut modest të mund të jenë të siguruar nga fatkeqësitë. Dhe këtu nuk është fjala vetëm për shtëpitë, sepse siç e dini të gjithë tek shtëpitë